Ndërkohë që për mua tani është e nevojshme, besoj njësoj për ty, besoj për gjithë qytetarët që dalin nga shtëpitë e tyre në këto momente të mësojnë se si do t'jenë temperaturat edhe kushtet e motit në gjitha qytetet e Shqipërisë. Ne do të nisim si çdo mëngjes tjetër me kryeqytetin, me Tiranën për të parë së bashku në fakt se çfarë ndodh në Tiranë. Sot ka vranësira në kryeqytet dhe temperaturat do të shkojnë nga 13 gradë Celsius minimalja në 24 gradë Celsius temperatura maksimale. Ndërkohë që ditën e nesërme, ditën e mërkur, me sa duket ditën e nesërme do të kemi disa problematika sa i përket kushteve të motit. Temperaturat do të variojnë nga 9 gradë Celsius minimalja dhe 16 gradë Celsius temperatura maksimale, por njëherë do të ketë edhe rreshje shiu. Mirë, do të shkojmë në parashikimin për qytetin e Radhës, do të ndalemi në qytetin e Durrësit, aty ku në fakt ditën e sotme ka disa vranësira dhe temperaturat shkojnë nga 15 gradë Celsius minimalja në 22 gradë Celsius temperatura maksimale. Ndërkohë që ditën e nesërme të njëjtën temperaturat do të shkojnë nga 13 gradë Celsius minimalja në 16 gradë Celsius temperatura maksimale, por do të ketë edhe rreshje shiu, kështu që çadrën me vete. Për ju që mund ta keni pak problem të kujtoni, ashtu sikur se në fakt ndodh zakonisht me gjithë njerëzit në ditë me shi, që pikërisht vetëm në atë ditë e harrojnë çadrën, mirë është ta fusni që sot në çantë dhe të jeni gati përballë çdo rreshje shiu që mund të përfshi qytetin e Durrësit dhe jo vetëm. Shkojmë në qytetin e Radhës. Jemi në Elbasan, ka disa vranësira të lehta ditën e sotme, temperaturat që regjistrohen nisin nga 10 gradë Celsius minimalja në 26 gradë Celsius, temperatura maksimale që do të regjistrohet në këtë qytet, ndërkohë që ditën e nesërme në Elbasan këto vranësira bën akoma edhe më prezente dhe temperaturat do të shkojnë nga 13 gradë Celsius ajo minimale në 24 gradë Celsius temperatura maksimale. Jemi në qytetin e Fierit, sot ditë me diell për qytetarët që ndajnë jetën dhe aktivitetin. Aty temperaturat do të arrijnë nga 14 gradë Celsius minimalja deri në 25 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërkohë që ditën e nesërme ka disa vranësira që e përfshin qytetin e Fierit. Dhe temperaturat që do të regjistrohen nisin nga 15 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit ose në orët e vona të mbrëmjes dhe do të arrijnë maksimumin e tyre për gjatë ditës 24 gradë Celsius. Shkojmë në Berat tashmë. Në Berat kemi ditë me diell sot, e cila favorizon plotësisht gjithë eksperiencën tuaj nëse keni planifikuar të bëni një guidë në këtë qytet tepër interesante dhe në një farë mënyrë të jep kulture për Shqipërinë. Temperaturat arrijnë nga 11 gradë Celsius minimalja në 26 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërkohë që ditën e nesërme shfaqen disa vranësira. Dhe temperaturat në qytetin e Beratit do të nisin nga 13 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe do të arrijnë maksimumin e tyre gjatë orareve të drekës në 25 gradë Celsius. Jemi në Korçë. Në Korçë ka disa vranësira sot, por nuk mungon as dielli. Temperaturat nisin nga 6 gradë Celsius minimalja dhe arrijnë maksimumin në 21 gradë Celsius. Ndërkohë që nesër largohet dielli nga ky qytet i Shqipërisë dhe bëhen shumë prezente vranësirat, edhe temperaturat në fakt nuk pësojnë ndonjë ndryshim të madh, edhe pse në fakt tek temperatura minimale kemi një rritje. Pra, mëngjeset ditën e nesërme në qytetin e Korçës do të nisin me temperatura më të larta dhe do të mbyllen me një temperaturë maksimale gjatë orareve të ditës deri në 19 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Radhës. Jemi në Vlorë tashmë, një tjetër qytet bregdetar, aty ku në fakt dita e sotme është një ditë me diell dhe me temperatura që nisin nga 16 gradë Celsius minimalja deri në 25 gradë Celsius temperatura maksimale. Nesër fillojnë të bëhen prezente edhe vranësirat dhe temperaturat që do të regjistrohen ditën e nesërme në qytetin e Vlorës nisin nga 16 gradë Celsius ato minimale dhe arrijnë maksimumi deri në 24 gradë Celsius. Jemi në Gjirokastër ka vranësira sot dhe nesër. Ditën e nesërme bëhen akoma edhe më
prezente dhe më intensive, ndërkohë që sot temperaturat që regjistrohen në këtë qytet nisin nga 10 gradë Celsius minimalja në 25 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërkohë që nesër do të kemi temperatura që nisin nga 15 gradë Celsius ajo minimale deri në 24 gradë Celsius temperatura maksimale që regjistrohet në qytetin e Gjirokastros, ndërkohë sa i përket Sarandës, sot është një ditë me diell, nuk ka problematika, një ditë plotësisht e favorshme për të ndjekur çdo aktivitet tuaj. Temperaturat që regjistrohen në këtë qytet nisin nga 14 gradë Celsius minimalja dhe arrin në maksimumin përgjatë orareve të ditës 23 gradë Celsius, ndërkohë që ditën e nesërme do të ketë prezente disa vranësira dhe temperatura do të nisin në orët e para të mëngjesit nga 15 gradë Celsius dhe do të arrin maksimumi deri në 22 gradë Celsius përgjatë orareve të ditës. Jemi në Tropoj. Tropoja sot ka vranësira dhe temperatura që nisin nga 9 gradë Celsius minimalja deri në 21 gradë Celsius temperatura maksimale. Këto vranësira në fakt, sikurse po e vëmë re paraqhitur grafikisht, na paralajmërojnë për situatën e motit që do të jetë nesër në Tropoj, sepse do të ketë reshje shiu me intensitet. Kemi temperaturat të cilat do të nisin nga 8 gradë Celsius minimalja dhe do të arrin maksimumin e tyre deri në 17 gradë Celsius për gjatë orareve të ditës. Gradualisht, temperaturat kanë filluar të bien në çdo qytet të Shqipërisë, mos e kuptueshme, jemi tashmë në muajin e dytë të vjeshtës, edhe pse për shumë qytetarë vjeshta ka nisur zyrtarisht nga sot dhe jo për gjatë ditëve të para dhe për gjatë muajit shtator. Ndërsa sa i përket Pukës, dita sot është me diell. Temperatura do të nisin nga 11 gradë Celsius ajo minimale dhe do të arrin maksimumin e tyre 22 gradë Celsius. Nesër kemi një atmosferë sa i përket motit deri diku të lëkundur, sepse do të kemi edhe reshje shiu, por nuk do të mungojnë edhe ato orare të ditës kur le të themi moti do të hapet, nuk do të ketë reshje shiu prezente për gjatë disa orareve të ndryshme. Temperaturat do të nisin nga 9 gradë Celsius minimalja dhe do të arrin maksimumin e tyre deri në 19 gradë Celsius. Zhvendosemi në qytetin e Radhës, në qytetin e Kukësit jemi këtë herë. Disa vranësira të lehta vërejmë sot në Kukës, aty ku në fakt temperatura minimale është 8 gradë dhe temperatura maksimale që do të regjistrohet shkon në 21 gradë Celsius. Ndërsa sa i përket ditës së nesërme do të kemi reshje shiu, të cilat alternohen patjetër edhe me kohë me diell në disa momente të ditës, ndërsa temperaturat do të nisin nga 6 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit dhe do të arrin maksimumin e tyre 17 gradë Celsius për gjatë orareve të ditës. Do të shkojmë në qytetin e Radhës, nga Kuksi në një tjetër qytet të Shqipërisë, këtë herë jemi në Shkodër, qëndrojmë në Peshkopi, për një informacion besoj të rëndësishëm për secilin qytetar që jeton dhe ndan jetën edhe aktivitetin e përditshëm aty. Kemi disa vranësira ditën e sotme, temperaturat nisin nga 7 gradë Celsius minimalja dhe arrin maksimumin 20 gradë Celsius. Nesër largohet edhe i pak diell që le të themi do të ketë sot në Peshkopi dhe bëhen akoma më prezente vranësira. Temperaturat do të nisin nga 7 gradë Celsius minimalja në 18 gradë Celsius temperatura maksimale. Shkojmë në qytetin e Radhës, po tani jemi në Shkodër me një ditë me diell. Dhe temperatura që nisin nga 14 gradë Celsius minimalja dhe arrin maksimumin deri në 26 gradë Celsius për gjatë orareve të ditës. Ndërkohë nesër, nuk e di ku shkon dielli, po ka reshje shiu për qytetarët që jetojnë në Shkodër, kështu që edhe një herë rikujtes çadrën me vete që sot, sepse e dim gjithmonë në ditë me shi harrojmë ta marrim çadrën, nuk e di nëse është ironia e fatit apo çfarë mund të jetë. Ndërkohë që temperatura do të nisin nga 12 gradë Celsius në oraret e para të ditës dhe do të arrin maksimumin e tyre 23 gradë Celsius dhe vërejmë edhe dukshëm një diferencë dhe një rënje të temperaturave, kjo e kuptueshme dhe përsa kohë do të kemi reshje shiu. Shkojmë nga Shkodra në Lezhë tashmë. Lezhë në fakt ka pasur ditë të mira deri sot, sepse nesër me sa duket do të fillojnë vranësirat. Po edhe sot e kemi situatën e motit me diell, me temperatura që nisin nga 13 gradë Celsius minimalja dhe arrin maksimalja në 25 gradë Celsius, ndërkohë që nesër temperaturat që do të ndihen
në këtë qytet do të nisin nga 12 gradë Celsius minimalja deri në 23 gradë Celsius temperatura maksimale. Zhvendosemi tani me vendet e rajonit, do të nisim me Shkupin, aty ku në fakt sot dhe nesër ka vranësira, por nuk mungojnë edhe ato orare të ditës kur dielli është prezent. Temperaturat që regjistrohen ditën e sotme nisin nga 7 gradë Celsius minimalja deri në 21 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërkohë që ditën e nesërme në qytetin e Shkupit, temperatura maksimale që do të regjistrohet është 8 gradë Celsius dhe ajo maksimale në këto momente do të jetë 19 gradë Celsius ditën e nesërme në të enjte. Jemi në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës, temperaturat që regjistrohen sot nisin nga 5 gradë Celsius minimalja në 18 gradë Celsius temperatura maksimale, ka vranësira sot dhe nesër, duhet thënë, dhe temperaturat ditën e nesërme pësojnë një rënje të ndjeshme. Jo aq në temperaturën minimale, sepse ajo do të jetë vetëm 1 gradë më ullët se ajo e ditës së sotme, duke shënuar kështu 4 gradë Celsius në oraret e para të ditës, para lajmërim për të veshur pak trash ditën e nesërme, ndërkohë që temperatura maksimale që do të regjistrohet përgjatë ditës do të jetë 13 gradë Celsius, duke shënuar kështu një rënje me 5 gradë Celsius në raport me ditën e sotme. Do të zhvendosemi nga Prishtina në Milano, aty ku në fakt ditën e sotme ka vranësira të cilat dukshëm sa kuptojmë paralajmërojnë edhe rreshtet e shiut që do të përshkruajnë këtë qytet ditën e nesërme. Temperaturat që regjistrohen sot nisin nga 14 gradë Celsius minimalja në 21 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërkohë që nesër bashkë me rreshtet e shiut përjetohet edhe një rënje e temperaturave duke shënuar kështu temperaturën minimale 11 gradë Celsius dhe temperaturën maksimale 18 gradë Celsius. Do të zhvendosemi në Bruxelles, sot dhe nesër ka edhe diell, po edhe vranësira në të njëjtën kohë, po jo rreshtë shiu, sikur se jemi mësuar ta shohim zakonisht Bruxellesin përgjatë këtyre ditëve të fundit. Shohim që temperatura minimale që regjistrohet sot është 8 gradë Celsius, ndërkohë që ajo maksimale 19 gradë Celsius, ndërkohë që ditën e nesërme temperaturat do të jenë të tilla, 7 gradë Celsius ajo minimale dhe 18 gradë Celsius temperatura maksimale që regjistrohet në këtë qytet. Zhvendosemi në Paris sot ka diell, ndërkohë që nesër do të kemi disa vranësira të vogla. Temperaturat që regjistrohen sot janë nga 9 gradë Celsius në 19 gradë Celsius maksimale, ndërkohë që ditën e nesërme do të kemi temperatura që nisin nga 8 gradë Celsius në oraret e para të ditës dhe arrin maksimumin e tyre në 20 gradë Celsius. Dhe mbyllim me New Yorkun si çdo ditë tjetër. Sot dhe nesër ka disa vranësira, por me sa duket edhe dielli do të jetë prezent në këto ditë të para të tetorit. Temperaturat që regjistrohen sot nisin nga 18 gradë Celsius dhe arrin maksimumi deri në 26 gradë Celsius, ndërkohë që nesër temperaturat do të pësojnë një rënje në ato minimale, duke shënuar kështu 13 gradë Celsius përgjatë orareve të para të ditës dhe temperaturën maksimale 27 gradë Celsius. Dhe me New Yorkun ne mbyllim parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme.